qofsh. Sa i përket pyetjes, nuk kam shumë që kam ishtu këti zotëris nga Prishtina, shpejtime, pa temin. Shpejtime, po pra. Shpejtimi. Me të vërtet, i tha disa gjana që janë shumë, shumë reale. Edhe tash, a janë të e vlerësu mundin e mërgjimtarve, unë mendoj që po, por na mërgjimtarët nuk jem të e kuptu që ka ndryshu kohnat edhe duhet me ka shumë të gëzum që nuk kanë nevoj, që kanë pas nevoj populata që jeton në Kosovë me ndihmu. Edhe këtu po më lind një pyetje në vetë vetën që mos jem pak gjeloz edhe nuk po muj me pranu që ata veç një mënyrë ju mrena veç na keni kalu neve. Edhe na duhet me këtë knaqën. Të thua se mërgata një lloj xhelozie? Po, se ju jeni ngrit. Kjo është shumë e vërtet. Standardin Kosovë është ngrit. Edhe këtu po mlina e pyetja mos jem na ata njerëz që po dojmë ju pas në urdhën ta quaj, s'po du me quaj tjetër diçka. Po në urdhën tonin që na shkatthoj me vepru ju. Jo. Unë nuk jam i kënaqur nëse e marr në atë aspekt e mas respektin. Ja, respekti duhet me ka dhe besoj që është, po faj është ma tepër të mërgjimtarët. Pse? Të kum një mu. E ke ndëgjuat fjallën popullore që ja kish pas dhan njani një qadër ose një mbrojse të shiut. Një shokut edhe i thët një mova edhe i u që e hjeki. Qadërën tha ha merë edhe u gjunu i tha isha lagë ma shumë. A kuptan? Po? Po e ke ndihmu, kënë e këna ndihmu? Unë e ku ndihmu familjen tem. Vlaun, babën, nanën, djallën e vlaut. Se ku ndihmu dikon të huj. Në qofë se ne kem ndihmu të huj, atër mund me lyp një farloj kërkese. Por jo, ti e ke ndihmu familjen tane. E ke ndihmu vetë vetën. Edhe për këtë arsy, unë mendoj që mjaft janë të na respektu, por na jem të e keq përdor një mënyrë, se po mendojmë që ata duhet me kanë gjithmonë në nështrum sikur para lufte. Është e vërtet që para lufte në kanë të nështrum, se s'ka pas mundësi tjera, por atër mu prap po më lind një pyetje pas kom pas bon vetëm për me mujt me pas në kontrol, se jo prej shpirtit ndihmen, pavarësisht se ka qenë familje. Zotri, falenderoj shumë. Faleminderit edhe për juve.